Dhe në çdo kohë ka njerëz, edhe pse do e kanë ndru emrat dhe nuk quhen Mu'tazili ose nuk quhen Jahmi, por ata e majnë këtë akide. Dhe një prej tyre, bile koka e tyre, njerëzve të bidatit, në këtë kohë është Sayyid Qutb. Sayyid Qutbi në librin e tij Fi Dhilalil Quran, në volumin numër 5, faqja 119, thot: "Fal Quran zahiratun kauniyya kal ardi was samawat tanazzalat min al mala'il a'la." Ka thon Kurani është një dukuri kozmike, ashtu si toka dhe qiejt. Ai zbriti nga el mala al a'la, domethënë prej nal, prej te melaqet. Ktu pretendon domethënë Sayyid Qutbi se Kurani është një dukuri kozmike, dhe kjo pa dyshim se përmban besimin se Kurani është i krijuar. E për këtë arsye Sheikh Rabi' hafidhahullah, kur është drejtu dietarëve, disa prej tyre që kanë dituri dhe i refuzojnë dhe nuk pranojnë besimin e Xhahmi dhe Mu'tazilive, kur vjen puna te Sayyid Qutbi e mbrojnë dhe nuk pranojnë me fol kundër tij. E Sayyid Qutbi ka mbledh prej bidateve të gjitha bidatet e mdhoja, që rrallë do një sekt i ka mbledh. Do të thonë ti nëse bon bidaxhi, Xhahmi dhe Mu'tazili, se ata pretendojnë se Kurani është i krijuar, atëherë si mundesh me mbrojtë Sayyid Qutbin? Edhe kështu është edhe puna e tekfirsave në vendet tona, do me thonë, ata ndosha pranojnë fjalët kundër Xehmive dhe Mu'tazilive, por kur vjen puna te Sayyid Qutbi, ata e mbrojnë, sikur Recep Memishi edhe shumë prej kokave të tekfirsave në vendet shqiptare. Edhe deri sot s'kemi dëgju, do me thonë, gjithë këta vite që janë disa duke bo da'wa, qoftë Bekir Halimi, qoftë Sallar Bajrami, kush do të qoftë prej këtyre që janë të njohur, ose edhe Shefqet Krasniqi, kush do të qoftë, kur nuk kemi dëgju që dikush prej tyre me paralajmëru kundër Sayyid Qutbit. Dhe Sheikh Ubaid el-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, një prej dietarëve të mëdhtë të sunetit, e ka quajtur Sayyid Qutbin Hamil Liwa, ai mbarsi që ka qenë i flamurit të tekfirit në këtë kohë. Edhe shumë bidate tjera gjithashtu, do me thonë, ai i ka mbledh që është më të rëndësishme në bidatet, që një mjafton vetëm me dalë prej rrugës sunetit, Sayyid Qutbi i ka mbledh. E si mundet atëherë dikush gjithë këta vite asnjëherë mos me paralajmëru kundër Sayyid Qutbit? Padyshim se kjo është mashtrim ndaj umetit.